Në ka ardhur një ndjesi mu mbulu, edhe që aty ku kesh, mu shfash një flutër, edhe qëto e pam. Qështu deklaru një vajzë në mes të një reality show, në të cilin po abuzohet me gjendjet emocionale të njerëzve. Qysh jemi tu e pa, veshja asaj nuk përkon as pak me një vajzë e cila tenton apo ka dëshirë me mbulu. Çdo ndryshim drastik edhe jo gradual i individit, në çfarë do drejtimi? Tregon që ai njeri është në krizë identiteti. Edhe tash kjo vajza po mendon që çat krizë ka me te i kalu të mbulu. E mbas një kohë ka shumë gjasa që kjo pas mbulesës thot po buna motër e nderit. Kështu që rastet kur kemi krizë identiteti, duhemi me i trajtu me profesionist. E mandej me marrë vendime, se sinqerisht në qëtë formë, me që si njerës, po etiketohet komplet një komunitet. E krizat e identitetit nuk te i kalohen të mbulu, e pa ditë kur gjo për islam. Po kthena atë flutra që e kish po ajo. Nëse ka qenë një vend në cilin nuk ka pas shansa mu shfash një flutër, atëherë po i bjen që ke pa halucinacione. Halucinacionet janë shkëputje nga realiteti, ku shohim gjana të cilat nuk ekzistojnë. Që i bjen që është një çështje që duhet mu trajtu te psikiatri. Edhe tash mos ja nisni Muhamedi a.s. ka pas vegime, po ka pas vegime, por ai ka qenë i dërguar i Allahut e na jemi shumë larg prej asaj. Kur do në mbulu, dush me ditë çka jetu bo. Mbulesën Zoti e ka bo obligim për gruan. Po ti dush me i ditë argumentet edhe me ditë çfarë veprimi jetu ndërmarr, çka po don me plotsu.